quhet Gjurmë në udhën shpirtërore. Autori i këtij libri jeni ju Arber Berisha. Desha ta di pak në pika shkurta çka të stimuloj për ta bërë këtë libër dhe shkurtimisht për në fakt çka po mund ky libër. Në fakt ky është libri 8 imi me radhë pe veprimtarisë botuese të shkruar. Dhe shtyrja që më bëri ta shkruaj këtë libër ishte sepse shkrova shumë për tema të ndryshme, për shkencën, për të ushqyrit, për sjelljen, për shumë norma të ndryshme, për historiografi, për islam etj. Mirë, po çka më shtyri ishte që t'ju jap një model të ri, një model të mirë, një shembull të mirë, se si ata ta ndërtojnë vendin ku jetojnë, por edhe kur dalin jashtë vendit vet, të jenë pasqyrë dhe reflektim përmbar. Pse? Nëse lexon këtë libër, çdo njeri prej edhe atyre që janë duke na dëgjuar, jep me kuptues se si një musliman duhet mendoj ta ndërtojë një bibliotekë, ta ndërtojë një vend ku të ushqihet edhe shpirtërisht, por edhe me dije. Pastaj, një musliman se si duhet jetë i sjellshëm, se si duhet, pastaj jo vetëm musliman të thjesht, këtu ke tema edhe për kategoritë e larta, jo vetëm për ata që janë të thjesht. Ke tema që se si duhet edhe ligjërata të mbohen në mesin për shembull të mësuesve që mësojnë fëmijët nëpër xhamia dhe po edhe të rritur. Domethënë nuk duhet ngritet lart zëri, të teprohet me bërtima, me ulërima, sepse Islami nuk është bërtim dhe ulërim, por as ti mashtros njerëzit me magji fjalësh, sepse ka magji fjalësh. Dhe gjithmonë pra duhet ta kuptojmë këtë gjë se Islami e kërkon atë mesatërinë, siç e tregova ti, kur fliste Muhamedi alayhis salatu wassalam, thuhet që fjalët që mujt më janë ndo kokra. Po. Që me kuptu qartë. Kjo pra është krejt esenca. Esenca të kuptuarit Islamit është me u tregu njerëzve sa më qartë Islami. Sa më qartë dhe sa më, domethënë, të kuptueshëm. Po në pak përshtypje titulli këtu që ke vënë kapitullin e 5 të këtij libri, muret e vjetra për muret e reja. Normalisht vetë tema tregon, sepse këtu Islamin e kanë trashëguar edhe brezat e mëhershëm, baballarët tanë, të cilët kanë jetuar me ato teknikat e asaj kohe. Mirë, po këta tash është t'ua trashëgojnë që u lanë brezave të rinj, ato që kanë ditur vetë. Pastaj edhe ato gjërat që ne kemi sot, t'i bashkojmë që të dyja dhe të prodhojmë diçka edhe më të mirë. Pse jo? Po, thjesht me fjalë të transmetojmë zinxhirin të ndërtojmë sa më, ta vazhdojmë pra rrugën e të parëve tanë për të mirë, e jo sikur atyre të parëve që i përmend Kurani që thotë kështu i gjetën baballarët tanë. Po si i gjetët baballarët e juaj? Baballarët e juaj adhuronin statuja. Pra ishin ata popujt i dhujtarë, po flas gjithmonë. Kurse kur i gjen baballarët në rrugë të mbar, në besim në një Zot, pastaj do të vazhdojmë në atë rrugë, por edhe me teknikat zhvillimore të kohës bashkëkohore. Sigur do të thosh se ne tash përgjegjësia jonë tash bijemi ne që të shohim se ku kanë ngelur ato brimat boshe, ti plotësojmë ato dhe do të vazhdojmë. Aty ku ata e kanë pasur kësaj normal çdo gjenerat do të ketë për shembull gjëra që e kanë pas keq dikun, ato ku ata e kanë pas keq ne të përmirësojmë dhe të vazhdojmë. Plotësohet ky mozaik. Gjithashtu më le përshtypje dhe fakti se kur Muhamedi sallallahu erdhi dhe i bëri disa ndryshime. Për shembull kishte emra Abdul Shams, adhuruesi i diellit. Ai çka bëri? E hoqi vetëm fjalën Shams. Diell dhe bëni Abdullah. Që do të thotë edhe emri nuk e ndryshoi komplet. E ndryshoi vetëm atë pjesën sa. Do thotë aq i holl ishte në ndryshime, saqë nëse kishte nevojë një gjë, vetëm një pjesë të ndryshohet, e ndryshonte vetëm atë pjesë, pa ndryshuar atë e tjera. Më duket se sot po kemi një keq kuptim te na, për shembull kur thonë, jo, kjo nuk bën tërësisht. Edhe hiqet tërësisht ajo. Vetëm se 1% të saj ka të keqe, ne e heqim gjithatë. Nuk e di nëse ka rastisur rastin ndonjëherë ballafaqohesh me njerëz që thonë e gjithë kjo është e keqe. Ata s'kan ditë përpara. Si duhet rregullohet kjo, për shembull se normal ti nuk e din se çka po hedh poshtë. Ti ndoshta po hedh në krah të asaj të keqes, për shembull që është 1%, ti po hedh krejt edhe 90% asaj
99% tjetrën pjesë që është të shëndosh. Po. Edhe këtu nuk po dim se si ta bëjmë atë balancin. Prandaj më duket se shoqëria jonë sot ka mbetur pa balans, pa ekuilibër. Në çdo aspekt, jo fizik, po ekuilibër do të në përgjithësi. Në dituri, në marrjen e gjërave, në lerjen e gjërave, çka më lan, çka mos më lan. Edhe po shumë herë kam pasë kemi lan gjëra që duhet më marrë. Edhe kemi marrë gjëra që duhet më la, mi lëshu. Po, absolut. Si është në qastja, ose mendim jetë në lidhje me këtë si duhet t'i qasë me kësaj çështje? Qasja e gjithë kësaj nuk duhet jetë e një ngjyrshme, një ngjyrë. Edhe vetë Ilberi ka shumë ngjyra. Edhe botën Allahu e ka kriju me shumë ngjyra. Edhe Allahu neve na i ka dhënë shumë të mira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Të mirat e Zotit janë të panumërta. Janë me shumë ngjyra. Janë me shumë diversitete. Njerëzit mendojnë shumë ndryshe. Por e gjitha të mirave është që pa marrë parasysh, për shembull, ti je me profesion të caktuar, për shembull, je me profesion gazetar, apo je me profesion mjek, apo je fizikant. Të gjithë duhet të kemi një qëllim. Qëllimi është rruga e mirë. Mirësia në punën të cilën ne bëjmë. Siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ajaban li amri al-mu'min inma amruhu kulluhu al-khair wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Çudi puna besimtarit. Çdo gjë që e bën ai është vetëm mirësi dhe begati. Shkon te mjeku në spital te kirurgi, musliman, elhamdulillah. Ai nuk mendon me marr parë, me shfrytzu pacientin ose me lënë gjysë operacioni. Ai e kryen komplet operacionin edhe kthehet sërish në punën në pacientin tjetër të radhës. Pasi e kryen komplet punën. Krejt është kjo kompletimi i gjërave në cilat ne jemi të thirrur. Pra, pastaj mos i shikojmë gjërat komplet në një kostum, në një ngjyrë. Pra janë me shumë ngjyra gjërat.